إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد do të ndalni me një ajet të Allahut subhanahu wa taala, që këtë ajet si zakon ne çdo herë e kena lexuar dhe e keni dëgjuar prej hoxhallarëve. Por para se të ndalna në këtë ajetin e Allahut në surët Ali Imran, duhet të tregoj që Hasan al-Basriu e ka thonë një fjalë, ka thonë që vëllezërit tonë që i kena prej gjakut, prej fisit, a kupton? Dhe vëllezërit që i kemi në Islam, ato që i kemi në Islam janë më të dashur te ne se ato që i kena pi gjakut. Pse? O Hasan al-Basri këtë fjallë thot, për shkak thot këto dinit të fejes janë që na e kujtojnë Allahun dhe ahiretin. Na e kujtojnë Allahun dhe çka? Dhe botën tjetër. Mos harrojmë Allahun, me përmend Allahun, ahiretin që një ditë të vdesëm, një ditë të dalna para Allahut, kena më dhonë llogari. Kurse vëllezërit prej brezi, prej gjaku, kur do mlidhna, çka thot? A di doj mexhet, ku janë mexhet, callotora di marshti, sa pore kina mledh, sa pore kina fitue, ku kina më shku mësafir sonde, kur kime bo darsam, kur kime bo synetim, kur kime bo. Për këtë arsye ato të dini çka? Ta kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. E këto dunjojës çka? Mos shumë bon mabetet e dunjojës. Allahu subhanahu wa taala ju drejtohet besimtarëve dhe ju thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah subhanahu wa taala thot, kapnu për litarin Allah subhanahu wa taala, për librin Allah subhanahu wa taala gjithë, wala tafarraqu, dhe mos u përçani, dhe mos u captoni. Do thot kjo hin vëllezërit din, vëllezërit pi baba pi none, si jena njëti din, njëti të fe. Do thot, mos u përçani, mos u captoni, dhe ju ndalnja dhe kujtonja mirësinë e Allahut subhanahu wa taala mbi ju, që ju boni juve vëllezër. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dhe kujtojna mirësinë e Allahut i cili juve ju boni pasi që ket armiq, pasi që këtë hasëm njëni me tjetrin, juve Allahu ja u lidhi zamrat, ja u dashuroi zamrat, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dhe ju u bod vëllezër. Thot Allahu neve në këtë ajet, na urdhron, thot dhe kujtonja këtë mirësi që ja u ka dhonë Allahu subhanahu wa taala. Për kësaj, ne kina dëgjua dhe kina mësua që kabilet, të cilët kanë konë në Medina, Ausi dhe Khazregji, je konë që kanë luftu ndërmes veti. Armitësie e madhe. Thot që mbi 30 kabile janë konë. Dhe kreqën janë hangër njëni me tjetri. Janë hidhru njëni me tjetri. Janë vra njëni me tjetri. Janë luftu njëni me tjetri. Në momentin kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka? Janë bo vëllezër, subhanallah. Prej 30 kabile është bon një saf, një kabile, një ummet. Kanë luftu me një saf, jenë falë me një saf, kanë sakrifiku për njëni tjetrin. Kush ja boni këtë? Ja boni Allah subhanahu wa ta'ala. Në momentin kur jahudit e kanë pa që musliman jenë bo vëllezër, Ausi dhe Khazregji
e kanë zhduk armiqsinë dhe luftën mes veti dhe është mllëfos prej kësaj mirësie që e kanë sahabët dhe ka fillu ki të ngacmon varrën e vjetër. Ka fillu t'ja kujton armiqsi që e kanë pas Ausi dhe Khazrexhi. Ma herët, e dini kush jeni qenë, ju keni kanë kështu, ju keni këto va kanë vra atë, kjo va kanë vra këtë, këto e kanë bo për ju kështu, atë qatë shkollanje harruat, si e harruat. Derisa dikush prej gjelmoshave, do thotë Khazrexhit e nxerr shpatën, edhe vikat. Fillojnë kërcënimet. Fillojnë ngritet zorri njëri tjetrit, subhanallah. Derisa e lën premtimin me u takue në filën vendi, thonë fil harra, në atë vendi me dalë me luftue, subhanallah. Nxerrën shpatat, vdekjan prak, në momentin o vëllezër a peshe njeriu kur të harron fjalën la ilaha illallah, çka? Nxerret arma. Në momentin njeriu kur e harron mesazhin e Allahut që e ka thënë Allahu, hupet dashuria. Momentin kur e harron njeriu dashurinë që e ka përmend Allahu në Kur'an mes vëllezërive, harrohet. Momentin kur njeriu e harron xhenetin dhe xhenemin, momentin kur e harron njeriu urën e siratit, momentin kur e harron njeriu peshorën që do të peshohen veprat tona aty, ta tërbot njeriu del prej natyrës së vet. Nuk ka njeri më ki. Do thot e marrën shpatat, o vëllezër, i vjen lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë disa prej ulemave që pejgamberi Allahut ka dalë kom zbathët kur i ka ardhur lajmi. Pa kpuc. Thojnë izarin e vet e ka kresh zhak. Pijet kun. Qatë shpejt, qatë s'u ka vnue. Do të njeriu me dal pa kpuc prej shtëpie, edhe me marr këmishën të vesh tu dal pi shtëpie, çka do thotë kjo? Ha? Do thotë që një rrezik i madh është kjo. Dhe del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte sahabët disafe. Ausi krejna, Khazrexhi krejna, la ilaha illallah. Që ato që ju falën më një saf. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja juhan nas, o ju njerëz, a nuk kishi ju të humbur dhe ju udhëzoi Allahu me ardhjen time? A nuk kishi ju të përçat dhe ju bashkoi Allahu me ardhjen time? A nuk kishi ju që luftoheshi njërin tjetrin dhe Allahu ju boni vëllezër mes jush, ju bashkoj? Kalu bela ja Rasulullah, po si jo ja Rasulullah. A nuk jam unë në mesin e juve? Thënë po ja Rasulullah. A nuk më zbret vahji duke kanë unë në mesin e juve? Se në mesin e sahabëve ka zbret vahji, Gjibrili, sahabët e kanë po kur i ka ardhur vahji, ka thënë bela, atër çka ndodhi me ju? Qish juve një jahudi fliq dvije, a gudan, që nëzenje ka të shumë, sahabët ishlin këtë shpatat të tyre. Dhe kam fillu të bëni istighfar. Kam fillu të qajnë sahabët. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala zbret ajetin në tja, juhe alladhina amanu, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, yaruddukum ba'de imanikum kafirin. O ju të cilë keni besu Allahot, nëse ju ingojni ato qafirat, qifutët, apo krishterët dënjonin prej tyre, ato do t'ju kthejnë juve pas imani që e keni, do t'ju kthejnë në mosbesim. Do thot, shiko Allahu në këtë ajet, ju tregon sahabeve që ne të marrna mësim, që ne mos t'i ngojmë ato, se ato ta vën flakën. Ato të saptojnë pasi që është një grusht, ato të dobësojnë pasi që është i fort, ato tulin pasi që jenë kam. Kështu Allahu tregon, se puna e tyre është kjo. Do thot, pse se është kon punë politike, punë pushteti, kush do thot, plus urrejtja ndaj sahabeve që e kanë pas jahudit. Se s'kan dosh mi po musliman të mirë. S'kan dosh të shonë më një saf. Pse? Se qifutët nëri kanë zit, do fisat qifutëve janë konë me Khazrexhin, do fisat qifutëve janë konë me Ausin. Këto i kanë nxit këto, në të vranë këto ndërmezvete jahudit prapërin rahat. Që shtu kanë bëhe. Allah i na rujt. Allah subhanahu wa ta'ala
Për kësaj të tregon të këtë ajet thotë që ju mos gabojni që të vritni ndërmes veti. Mos gabojni ta urrejni njëri tjetrin. Mos gabojni të grindni me njëri tjetrin. Mos gabojni si tentoi një çifut, një jahudi ta shtije fitnën në mesin e juve. Allahu thot: "Wa kayfa takfuruna wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Si mund që të mohojni kur juve ju lexohen ajetet e Allahut dhe në mesin e juve është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'tasim billah, kush mbështetet për Allahun, ai njeri do të udhëzohet në rrugën e drejtë. Nëse ne i mbështet në ajeteve të Allahut dhe i mbështet në haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të udhëzohemi në rrugën e drejtë edhe do të kenë vështirë o vëllezër. Për këtë besimtari duhet të marrë librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mes këtyre dy rrugëve, mes këtyre dy dritave, pastrojmë jetën tonë, pastrojmë zemrën tonë, pastrojmë synin tonë, pastrojmë veshin tonë, pastrojmë në durë tona, pastrojmë këmbët tona, kujdesmi, do thotë, i ruajmë gjithë të gjymtyrt, ne i ruajmë çka? Prej haramit, prej mëkateve, prej punëve të këqija, kur neje ecmi me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu atër bëhna rob taman për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë Allahu kur ka dashur ta ngjallë këtë ummet, Allahu e ka dërgu kan pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka dashur me nxjerr prej errësinë në dritë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë këtë pejgamber dhe i ka bëu vëllezër sahabët mes veti. Derisa Omar bin Khattabi natën kur ju ka kujtu dënjoni prej vllaznive, thotë menzi se kam prit mëngjesin që të dalë dhe shkoj ta përçafoj. A jemi ne kështu? Që presë menzi se të presë mëngjesit, dal xhami ta shoh filanin, ta shoh halanin, ta përshëndeti, apo ta pini kafe, apo menzi se pres sabajin ti thon çish të masosje çket punën, be të kaloj te leja, të kaloj aqet, të kaloj këta, ta bëj këtë. Shembull. A pres me mëngjesin me dalë se e du për Allah, apo pres mëngjesin me dalë të masosje në interes? Omar bin Khattabi kështu më konë. Menzi se ka prit sabahin, dale dhe ta pritje dhe ta përçafoje një vëllaut të vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush don për Allah, wa abghada lillah, dhe urren për Allah, wa afa lillah, wa mana lillah, jep për Allah, nuk jep për Allah, thot ki e ka plotsu imanin. Do thot, atëherë ne nëse doam për Allah, urrejmë për Allah, japmi për Allah, ndalmi për Allah, është plotsu imani. Mëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush don me shijue ëmbëlsinën e imanit, kënaqësinë e imanit, treleqja a ka shije? Ka vallahi. Baklava ka shije? Vallahi ka. Indionka vallahi ka. A janë njësoj? Jo. Pse? Do thot për me shiju ti dush ta hash. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush don ta shijon ëmbëlsinë e imanit, atëherë duhet me dash për Allah, me urrejt për Allah. Mos me dash dikant për një mjet të dunjës, pa as me urrejt dikant për diçka të dunjës. Për dunjë. Mos me urrejt për dunjë, mos me dash ka për dunjë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i posëdon tre gjona, ki person e shijon ëmbëlsinë dhe ta gjejë ëmbëlsinë e imanit. Të jetë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më i dashur se gjithë. Një. Apo ta doje njerin, mos ta doje njerin vetëm për Allah. Ta doje njerin, mos ta doje njerin vetëm për Allah. Do thotë vetëm për Allah. Edhe treta me urrejt, më kthi në kufër ashtu si urrejsh me shtin zam. A ke qef me të marrësh tash me të shti gishtat në struj? A kishe pas qef? Hajde çiti çet të shtreker. Calli është azgan, ti shti gishtat shtreker. Ja. Zjat me të marr. A kishe pas qef? Jo. E ashtu me urrejt më kthi në kufër. E kush i ka çto tre elementet, ki e shijon ëmbëlsinë e imanit, kënaqet në adhurim, kënaqet kur të lexon Kur'an, kënaqet kur bën sejdë, kënaqet kur të lexon jetën e sahabeve, kënaqet kur të jep sadaka, kënaqet kur çon namaz natë, rin kënaqësi s'di ta ndalë Kur'anin.
Jo, ajde ma fillat vetëm të çoj një faqe ta mbaroj. Jo, po kënaqet në to. Kënaqet në namaz. Për këtë vëllezër, do thot, është si të arrim ne këtë. Si arritën sahabët, arritën se ato realizuan hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të hinja asnjëri prej jush në xhennet derisa të bëni besimtarë. Dhe nuk mundesh të bësh besimtar derisa nuk e doni njëri tjetrin. Ti kallëzo sa duhesh hadithe, trego ajete sa duhesh, këto i si jep selam, ato i si jep selam. Falë me një saf, ki si jep selam, ai si jep selam. Po thotë vallahi billahi imanin e kam unë, ikhlasin e ihsanin. Ka dal prit çfarë imani, çfarë ikhlasit i selam si vllajtat. Te është lut shejtani me ti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tu'minu hatta tahabu. S'ka mundsi ju të besoni derisa nuk e doni njëri tjetrin. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj unë cilla është kjo? Ka thonë çka? Afshu selam bejnetkum. Ibn selamin mes jush. Neve, përgjithsi, a keni po vëllezërve ka thonë që ju vjen marrë me dhënë selam. Ka thonë më jorë marrë. Sikur se tash në 2026-ën, tash duhet bësh në matë modernizum. Çfarë modernizum mëre? Po ti i je i modernizum që nuk del boja kur njerë trendi. Ty sërë je trend. Se Allah ta ka zbrit këtë. A do me i në gjennet? Hep selam. Hep selam. E njofte se njofte. Wallahi dhe të shosh që qaj person që jep selam një ditë dhe të bëhet miki jot. Dhe të bëhet vllai jot. Dhe të bëhet i dashur jot. E kur të bëhet i dashur jot, dhe të i në gjennetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot njëni prej mufesirinve, sahabët radhiyallahu anhum, kur i ndonë dërmes veti, edhe një kur e kanë lënë muhabetin. Kur e kanë kundu surët al-asr, o al-asr inal insan në fi khusr. Çuni se koha është e shtrenjtë. A e kuptuat? Aq knatësi që kanë pas me veti, mes veti, do thot nuk jo ndaj derisa e kanë lexue surët al-asr. Për këtë vëllezër, ne duhet që të ecmi pas hapave të Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të punojna me veten tonë. Ne çdo herë duhet ta kthejna gishtin ka vetja jon. Jo ka filoni çështu, filoni çështu, filoni çështu, filoni çështu. Mirë, pse s'to unë jam çështu? Kur je ndal vetes tande ja ke drejtu gishtin? Kur je ndal herën e fundit e ke bollë llogari vetes tande? Si ke raportin me Allahun subhanahu wa ta'ala? E ka pyetur Arabiu ibn Abbasin. E ka ofendue, më falni, e ka ofendue një Arabi ibn Abbasin. E ka shajt, e ka ofendu. Edhe i ka thonë ibn Abbasi, a tu subuni, wa fi thalath al-khisal, ti po më shon, po më ofendon më unë kam tre virtyte, tre cilësi. Dhe i ka thonë, cilët i ke ja ibn Abbas? Ka thonë, pasha ati cili shpirti jem është në dorë të ati, në Allah. Kur të bjen pikat e shivit, kur të zemera shi, thot unë e knaqna, gëzohem shumë, e falendroj Allahun. Pse ja ibn Abbas thot vallahi unë thot s'kam as deve, as mashkull, as femër deve, as një hajvan. Ama kur bie shi gëzona për baktit, kush ka bakti se do bëhet bereqet. As kam unë. Tjetër vallahi thot nuk dëgjoj për një gjykac që gjykon me Kur'an dhe Sunet. Vetëm se boj dua për to, s'kam as një çështje në gjykat. S'm lidh kur gjo me to, vetëm gëzohem pse gjykon me drejt. Njerëzve nuk ju bën pa drejtësi. Thot e treta thot nuk lexoj një ajet Kur'anit dhe e kuptoj, vetëm se kam qef gjithë njerëzit ta kuptojnë ashtu si e kuptoj unë. A kuptuat vëllezër? Do të shikon sahabët radhiyallahu anhum. Nuk kanë xhelozu për tjerë, e ka mësu vetë, ka pas qef edhe vëllezërit e vet ta mësojnë. Nuk ka pas problem, ka qef vëllezërit e tij mos kenë telashe. Do thot nuk kanë xhelozue, por kanë dash për vëllezërit atë që kanë dash për vetën. Thot për Ibn Sirinin rahimahullah, që kur ka ra në dyshek me flet, e ka knue surët Ikhlas 3 herë, surët Falaq 3 herë, surët Nas 3 herë. Mbasi i ka lexu këto, e ka bë dhikrin dhe ka thonë Allahumma ighfir liman shatamani. O Zot, fale atë i cili më ka dash të më ofendoje.
Waliman dhalamani, dhe kush më ka bo padrejtësi, faljen ati. Waliman sabbani, edhe kush më ka shajt. Se në gjuhën arabe ka dallim shetem edhe si e shajt mja ka. Shetem është me të ofendu, me të nënçmu, kurse waliman sabbani, a i cili ti cek disa sende, disa të meta që ke, por tash nuk ja ven mende, në shajt me të dijat një kuptime kanë, por në këtë që ka thonë, liman shetemeni, o liman sabbani, do thot që është që ta cek dikush dëni të met, dëni mangësi që ke, ta përmend para krejtve. Do thot, para mendojnë o vlezër. Do thot, ka kërku Allahun, e ka lutë Allahun, Allah që falje krejtve. Allah me gëfirli, liman fale dhalike. O zot falva krejtve, kush e ka bo me mund këtë? A më ne bojmë ne? Wallah, pak rand. Pak rand. Do thot, ata kam pas raportet mirë me Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe janë mundue si që ata kur vdesen, dalën para Allah subhanahu wa ta'ala faqebardh. Tregon Ibn Kathiri rahimullah, për Ibn Zubejrin, ka ndodhur një mosmarrëveshje mes Ibn Zubejrit edhe Muawiyes radiallahu anhu. Muawiya u kon khalife në Sham. Ibn Zubejri ka kon në Medine. Por, arat tokat i kanë pas në negje. Punëtorët e Muawiyes kanë hjete, ara, Ibn Zubejrit, apo? Edhe Ibn Zubejri u ka hidhru keq. Edhe ja shkru një letër Muawiyes, ai khalifi muslimanve. Ja shkru një letër pak në stil trant. Dhe kur e merr Muawiya radiallahu anhu e lexon letrën, i thot djalit vet, Jezidit, çka po thuti, si po ja bojmë me këtë? Kina ka kërcnu në letër. Edhe i thot, o babi, me mgu mu, nisi ushtarin e parë tjetër të Ibn Zubejri, i fundit tjetër në Sham, kja prejnë kokën e ta bjen këtu. Ka dhe nuk zidhen kështu problemet. Merë letrën Bismillahirrahmanirrahim. Nga Muawi ibn Abi Sufjanit. Kujt i dretohet djalit të Hawabirit të Hawarijinve. Zubejr ibn Awamit. Thot, djalit të asaj Esmajes e cila e ka shki fundin e jetekit, e ka shki për që ka lidh devën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hijret. Djalit të saj. Thot, fe vallahi, pashallah, nëse o toka që më prish mu me ti, ja Ibn Zubejr, të kof toka me gjithë punëtorët. S'prishna me ti, ule. Kejt me jari. Nëse o që kjo, që më prishën mu, dhe vëdhën që ka në dërejgjë më kërcnohësh, thot, kejt kofshin. Kur i vjen letra, Ibn Zubejrit, i hip devës drejt të Muawi ibn Abi Sufjan. Shkot dhe qanë dhe puth kokën e ti për mençurin që e ka pas. Këto vëllezër janë dash për Allah subhanahu wa taala, jo se s'ka pas probleme, por kur ka ardhur Kurani dhe Suneti janë dal. Pse se nesër të vdesmi? Radiallahu anhum. Por këto kanë vetë me i lexu o vëllezër. Këto gjare kanë vetë vesh me i lexu. Se zore kemi gjetë. Po inshallah ecim pas hapave të tyre. Anhum janë kanë që kanë ditë me vlerësu njëri tjetrin. Do sa ketë një rangit që janë kanë. Zeid ibn Thabit është kanë rangit të naltë të ulemanve. Ibn Abbasi merr dhe i afron çka? Devën e vet. Pra mendojni që të hipje. I thot qish o biri djallë të minjës Rasulullah, ti për ma afron devën të ime? Subhanallah. Pastaj kërkon, thot zgat ma dorën, kur ja zgat dorën ja pudh dorën, thot pse kështu e ban? Thot kështu i na mësua të nderojmë, a kupton, familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot ki ka një virtyt, ki qetri ka një cilësi tjetër, po kanë ditë me respektu njëri tjetrin. Abu Dardaja radiallahu anhu, paramendoni sa mëshirë kanë pas ndaj vëllezërive. Çfarë kënaqësie kanë pas ndaj vëllezërive. Kalon Abu Darda radiallahu anhu një ditë që tregon Ibn Abi Qulaba, thot ka kalu Abu Darda nga disa njerëz dhe e kanë pa një person që ka bënë gjuna shokët e vet të e shajt,
tu e fëndue. Tu e qërtu. Ndarë të Budarda dhe i thot, o ju vlezër, o ju shok, që e një të bo me këtë shokin e juve? Thot, ka po që këtë gjuna, kjo qështu, kjo qështu, kjo qështu, kjo qështu, kjo qështu, kjo qështu. A dhe thot, ju, me pa që këtë shokin e juve që i ka ramë bunar, a dhe nishin bunar apo dhe nëzërshi? Thot, ja Budarda, di hasgat që më dorë, qish me lom vlajnë në dim bunar? Po thot, ki ka ramë gjuna, si me ramë bunar? Shteshiu me këtë shajt, me këtë ofendim, a dojni me lanë të vazhdojnë këtë gjuna, apo dojni me tërhek për gjunajnë? A kuptuat se si? Edhe menaxhimin, kur ka ra dikush në gjuna, janë mundu e me nxerë gradualisht. Jo që ajta një vetën e vetë keq, e pastaj, a kuptan, a i të largohet, apo të zhytet ma shumë. Sa prej shokëve, dashamirëve, kur e din dikush i bën një gjuna, para kete, hoxha, kiki pi cigare, hoxha, kiki shifemna, hoxha, kiki, Allah i mo hupët, atë se kje mo javën qëtër në gjami. Për shembull, ti a don me udhëzuket, a don me jamar ftiren? Ti nëse don të udhëzosh, atër gjeja mënyrën dhe formën, a këton, si ta këshillojsh dhe si ta shpëtojnë avllajnë tonë, do thonë prej mëkatit dhe prej gjunahit. Sa'd bin Abi Waqqas, shikoni, këto janë kujdes për vëllezërit e vet që mos bëjnë gjuna, edhe kur bëjnë gjuna çish më nxjerr. Pra mendojni sahabët radhiyallahu anhum kanë rujt edhe autoritetin e një tjetrit. Sa njerëz i shohin prezencën tonë dhe ne heshtmi. Sa njerëz i hoxhallar apo vëllezër të mirë me autoritet nënçmon dhe shohin në përmexhliset tona ne heshtmi. Dëgjoni, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tregon Qais ibn Abi Hazim. Thot ishim në pazar në Medina dhe duke ecë në pazar, tha, po e shohëm, tha, kur kina mri me një vend, thot e shohëm disa një grup njerëz janë mledh. Dhe po e shohëm një njeri hypën mbi kal, një kalors. Thot dhe ki person, tha, e shoj ka Ali bin Abi Talib. E ofendoj ke kan? Ali bin Abi Talib. Duke ofendu, thot, vjen Sa'd bin Abi Waqqasi. E thot, çka on puna e këtive njerëzive? E di pse çka kallaballak, thon vallai çai kalor si po e shon Ali ibn Abi Talib, po e fendon Ali ibn Abi Talib. Tu i largu njerëzit Sa'd bin Waqqasi, tu i largu njerëz mbar afrota ai kalorsi. Thot, o ti. Thot, përse e ofendon ti Ali ibn Abi Talib? Ai ndalet. Thot, a nuk u shkon i pari që e ka pranu Islamin? A nuk u shkon i pari që është falë me Resulullahin? A nuk u shkon prej zahidave, esketave? A nuk u shkon prej atyre që ja ka dhonë flamurin në luftën e Khajberit? A nuk u kon prej ulemave, prej njerëz të ditur, ja ka nis me numru cilësit Ali ibn Abi Talib, të se ka thonë, a nuk u shkon dhëndri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pastaj drejtohet Sa'd bin Abi Waqqasi ka kibla, thot, ja Rab, o Allah jam, ki njeri për e shan një njeri dashur të andin, Ali bin Abi Talib, o Allah, tregoje fuqien të ande para se të shpërndahat kjo publik, këto njerëzit këto. Qështu ka po dua? Thot Qaisi, rahimahullah, pashallah, në tha hala pa u shpërnda, tha popli, veç e kina një dvikat me Tajvanit, thot e ka gjujt kokër shpinës atë kalorsin, ka rën gur trumë për jashtë i kanë dalë. Dhe thot Sa'd bin Abi Waqqasi se ne kanë bajt zemër me ashajt dikush, Ali bin Abi Talib, vllajën e vet. I përgëzohet me xhennet. Të qohet dikush të ofendojë në prezencën ati. Ka ngrit dorë nga qielli. Për këtë, sahabët radhiyallahu anhum janë kanë që janë kujdes. Tregohet për njënin prej selefit o vëllezër, jo vetëm kaq që autoriteti më harrojt, po ata janë kujdes edhe kur kanë pas çështje ekonomike, hallë dhe derte. Tregojnë të njënin nga selefi që ka ardhur te një shok dhe i ka thonë jam hall për 400 dirham. 400 dirham. Ka hin shtëpi, i ka marrë dirhemin dhe ka çitja ka dhënë. Kur ja ka dhënë, ka shkuaj të se punën ka kthi, ka nis me çaj. Gruaja vetë thotë pse çon o burr? Ai dhove para, ai aso se hallit thotë po i gru. E sosa vallai. Vetëm për qaj, pse kam pru vetëm te majtë ngushtohet të vetë ma troket që derën? Para me dojnë që si kanë mendua të sajmet. Dhe thot, unë e kam ngushtuat, tëri pa i sa, pele sa gjumë, pa gjumë ka nejt, qish me shku me jalit njerit, thot, a është mërzit, tëri sa ka orë të dera ime.
Do thot ata janë kujdesen për këtë çështje, sahabët radhiyallahu anhum. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah na bën prej tyre vëllezër. Kto janë për motivim, kto janë që ta ruajnë nderin njëri tjetrit, kto janë që ta mbështetin njëri tjetrin, kto janë që ta përkrahnë njëri tjetrin, kto janë që ta ndihmojmë njëri tjetrin, pa më parasysh çdo në çfarë do aspekti tjetër. Do thotë që ne të forcohemi në musliman ndërmes veti, cilët janë pikat që të forcohet çështo dashuria ndaj njëri tjetrit, e para është vëllezër selam. Assalamu alaikum vëllezërve sa herë. Për këtë kur ka shpërndajt sunetit e në vendet tona, selamu alaikum, selam, në thoshin selam aleikimat. Si të shifshin, thoshin këto selam aleikimat. Alhamdulillah, selam ju ka bo çdo vetë sash. Ku të shkojsh? Assalamu alaikum. Në të thojnë ato selam aleikimat. Sot je bëhe, do thot selami shpërndajt e para. E dita, busqeshja. Mosri si bugar. A këtan? Busqeshja, vëlla. Busqeshja ftire në vëllaj, të është sadaka. Ti ke hal, ke derë, pa i s'ta ka fajnë, mëre. Busqeshë Allahi tanë, do thot, selami dhe busqeshja, dua, sa herë. Kur qesh vetë, o Allah uzoje, o Allah dretoje, o Allah mundsoje të shotë të vërdet, o Allah, çdo herë, dua. Tjetra, me shku fi se billah vizit. Vendos një ditë, ka me shku me vizitu filanin për Allah. Pa kur se hiq. E katërta, vizita e farefistit. E pensta është, me kujtu vdekjen o vëllezër. Se vdekja ti rënit do sende. Kur harrojmë vdekjen, shumë sende tona i shkelmi. Dhe e fundit ato është me fal, më mësu me fal. Kur ndodhin sendet, fal. Mos e shtimin erë llogari. Elus Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre që japin selam, buzëqeshmi. Bëjmë dua për vëllezërit ton, shkojmë ziarat, lidhjet farefisnore, e kujtojmë vdekjen, ja falna njëri tjetrit, se jemi njerëz që gabojmë. Elus Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë në xhennetul firdaus. Allahu ju nderoj.